Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në Reze Dielli. Ju përshëndes dhe ju uroj një mëngjes të bukur edhe t'ju bëj mirë kafja nëse jeni duke konsumuar. Unë kam në duar lavacën tonë. Ndërkohë, në ditën e sotme, përveç recetave që ka menduar Albana për t'i gatuar për të gjitha anvisat që na ndjekin dhe që janë besnike të hapësirës tonë të gatimit, do të flasim për një problematikë që e neglizhojmë, e vëmë re tek shumë njerëz, tek shumë individ, bëhet fjalë për papilomat ose për lyftat. Eto nishanet e vegjël, të cilët dalin ose rreth e përqark qafës, ose poshtë sqetullës, por që kanë një problematik që fshihet pas tyre. Thjesht nuk janë një problem estetik, pra vetëm estetik, por janë disa problematika që fshihen përmes tyre. Çfarë tregojnë ato, si duhet i trajtojmë, a janë ngjitse apo jo, dhe çfarë tregojnë fundit për imunitetin tonë. Do të trajtojmë të gjitha këto me Altin Jokën dhe do të flasim me të gjithashtu edhe për karafilin, gozhët e karafilit, të cilat i përdorim jo vetëm në kuzhinën tonë, por të dhënë aromë të shkëlqyer gatimeve, por duke theksuar dhe veçuar karafilin si një ilaç shtëpiak për shumë gjendje shëndetësore. Do të ndajmë disa receta padyshim, ndaj qëndroni deri në fund të programit për të na ndjekur. Le të fillojmë tani me recetat e Albanës. Te kemi në kuzhinë, mirëmëngjesi edhe një herë. Mirëmëngjes. Të herë për t'ju sjell një shije, një aromë të mirë, recetat cilat janë të thjeshta në përbërësit e tyre, por janë shumë të shijshme. Kështu kemi zgjedhur dhe sot apo jo? Faktikisht si në dukje dhe si në padukje, si në brëndësi. Mos po e nisim me ndonjë të ëmbël? Po me një të ëmbël, vini me një të ëmbël. Si u hap dhe koha sot edhe hapet koha dhe të gjitha shapur koha sot. Po edhe mesjavë është kulmi i energjive javore, fillon përsëri me një çlodhje, arrin një kulm, pastaj vjen edhe ulet ajo. Po besoj se ne nga mbasditja themi, ejte e premte. Unë që në mëngjes kur çam, iku them sot. Iku më kur ato të o ma do të prit akoma s'kemi nis. Iku them unë. Sepse ne e quajmë të mbyllur kur gjithçka është rafinuar, në kuptimin që ka mbaruar përcaktimi i recetave, i temave, i të ftuarve dhe ajo nuk quhet pastaj realizimi. Ktu është ajo kënaqësia që ne marrim gjithmonë. Atëherë kjo kënaqësia që bëjmë këtë revanin me Revanit do të bëjmë sot. Sa mirë. Një me revanit tradicionale, me bajame, nëse ne duam për shembull, edhe pse mos e duam, direkt vendos pak ujë të nxehtë. Ja. Tek bajamet nuk dua zbuten. që të largoj lëvorën, absolutisht. Unë për shkak se Albana kam alergji ndaj lëvorës. Ke alergji? Po, do kam kruajtjen e qelzës. Por, si e bën? Tani me konsumon apo apo tu urinu duke filluar gjona të tepra. S'kemi çfarë bëjmë. Se kam pasur asnjëherë faktikisht të problem, por ja që tani unë kam gjysmën. Po mirë, mund ta heqësh. Mund t'i bësh ato fërkimin e bajameve i largon pa lëvorën. qëllim, thash po vendos ujë, por jo për këtë recetë, pra kush ka problem si puna ime, vendosim pak ujë, i lëm shumë gjatë, jo kaq sa do t'i lë unë. Kjo është thjesht unë e tregoj. Me një pecet, heqim gjithë derisa heqim gjithë lëvozhgën derisa del shumë herët. Po të duam ne mund të shtojmë edhe pak fare limon. E ruajmë akoma edhe më mirë. Shiko, ky proces pra i vendosjes së bajameve, i frutave të tjera të thata, i arroreve përgjithsisht në ujë, nuk është vetëm për këtë proces që sapo e the që ti e bën sepse të shërbejmë për t'i konsumuar dhe pa patur ato problem shëndetësor. Por duke lënë për gjithë natën në ujë, ato lëshojnë dhe më mirë ato vlerat e tyre. Kështu që është mënyra më mirë për t'i konsumuar, t'i lëmë të zbuten pak në ujë dhe janë më të shijshme, mendoj unë, po edhe më të shëndetshme. Tjetër çfarë ka për revanin? Dgjoj, ai është këtu. Sa të rritë pastaj sheqeri, pastaj lexoj çik ato gjërat tak se kam më doli një punë, nuk e di. Tani unë me lejen e regjis ëmbëlsirë me niseshte dhe bajame. Ti prevani apo revani tamam? Revani, më zero revani. Revani. Që thon më së miri tradita dhe kjo recetë, për cilën ju duhet 350 gram niseshte, 300 gram sheqer. 1 litër ujë, 4 lugë gjalp të shkrirë, 80 ml vaj ulliri,
80 gram bajame të pjekura të pastruara. Për pjesën e sipërme, që revania pra ëmbëlsira të mos qahet, ju duhet 1 lug niseshte, 2 lug gjellëkos, 1 lug çaj sheqer. Tani le të veprojmë me cilën të parë, me pjesën e para apo dhe të dytë të recetës? Direkt në ujë. E ngrohur shtoj niseshten. Tani ajo do në qika të punën mekanike që të largoj pak sa tani. të mos cimentohet në fakt, jo të popërizohet, se niseshti e ka këtë. Disi e tillë e kopërizuar është hasudja. Dhe hasudja është e ndarë në 2 pjesë, siç veprojnë anvisat, të jugut apo të juglindjes. Jap një përzgjerje shumë të mirë, sikurse pjesën të gjalpin dhe pjesën Gjalpi shkrir I tretur dhe vaj ulliri, jo pa qëllim, e kam lënë në këtë ngjyrë që mos jetë komplet e zbardhëllyer. E pa ngjyrë, kur thon e pa ngjyrë, e pa shije. Një përzgjerje shumë të mirë dhe vendos sërish në nxehtësi. Vendos pak ujë të lutem. Do të shtoj, gjysmën e masës së sheqerit. E përzije mirë. Ja që të regullojmë që këtë të regullojmë bukur unë ty. E të s'keme kopes. Se tani vetëm recetat që kanë nevojë për prezencë, pa tjetër. Moj, me jeleke, me kombinime, me ngjyra nuk e di sa veshje bavareze të ndodhen në Sa të duash kam, vetëm fuqi të kem për t'i blerë dhe për të folur. Atëhere, një përzgjerje shumë të mirë. Tani, nëse ju shikoni këto kokrizat, po të doni me një blenderin, edhe jepni një masë shumë të dur, sepse s'ka vend për mërzitje. E marim dhe në blenderin, sa e marr pak më vonë, po patjetër. Si krem pastaj. Do të shtoj masën e kosit. Pra përdorim të kosin tradita sot. Që është si kosi që ka pak që ka dhe pak astësi, si dikur. Si kosi që mbart histori, ajo shia e dikurshme. Pakës 27. Kjo është tani pjesa e sipërme, që kur ta pjekim, ëmbëlsira të mos qahet. Po të duam ne, normalisht mund të shtem dhe një vezë. Po të duam ne, në recetë nuk e kemi, po i shtem edhe një vezë. Dhe unë për shembull, kur I tha, o gjyshta, si mund të bëj unë, tha, unë jam akoma I vogël, nuk di si të veproj, kur unë kam një problem, kur unë kam nevojë. I tha, ti të vojën, vezën të lutem. Opa, e mora. Shkoj të pularia, nuk e të marri. Dhe kjo pularia e shkret që Andronike e thot shumë mirë. 10 vezët e jetës nga Ovital. Dhe sepse paketimet janë nga më të ndryshmet, ndaj atë vogla, edhe sipas përmasave të vezëve, ndaj ju zgjidhni të preferuarën tuaj, jo vetëm për të gatuar, po flasim për ta nisur ditën me vezë. Është mënyra më e mirë dhe më e shëndetshme për ta nisur. Të rritura në natyrë. Moj ti sikur ke ardhur nga kularia. Sepse vezët e freskëta mirë. Ja një përzierje të duhur.
Pra vetëm të verdhën, tek pjesa e Vetëm të salsës, verdhën, që po. do t'i vendoses sipër ëmbëlsirës, Ja, po e me kam. kos, Pe largoj edhe. edhe të verdhën e vezës. E lëmë më njanë këtë proces, ndërkohë vijojmë me pjesën bazë kryesore, siç tham, për të eliminuar këto kokrizat, cilat hiqen shumë kollaj dhe me telin rahës. Ne do t'i bjem pak më shkurt dhe I bie më do të shkurt përdorim blenderin e dorës, që ta përfitojmë atë trajtën kremoze të lëmuar, delikate të kremit. Ndjes për zhurmën, por këto janë pjesë të domosdoshme të kuzhinave tona që ku gatojmë supën, ëmbëlsirat e me radhë. Përse veprova kështu? Sepse të gjithë mund të ndodhe një gjë e tillë. Pra asgjë nuk është, ne e komandojmë gjithçka, kuzhinën gjithçka. Pra unë e lash, më kokrizua, i dhash masën jo të duhur të ujit, ishte uji akoma edhe më i nxehtë, dhe për të shpëtuar këtë gjë, normalisht bëjmë këtë veprim. Super tani. Do të marr edhe pakës vaj, sepse mua më duhet tamam masa e duhur. Ele të tillë. Me të gjitha unë, mbarova. Do të shtoj një masë sheqeri më të duhur, masën këtu, dhe Mbetet që ta shtrojmë në tepsi. më njanë, dhe e lë më njanë. Unë vërtet mora një tepsi më të madhe, gjë që e pas kam futur sërish brenda. Okej, kjo është. Ajo është e voçkël. Dhe i largoj dhe marr. Opa, vetëm bajamet. Tek bajamet. Ato Do nga t'largoj. uji nxehtë direkt kanë lëshuar atë ngjyrën kafe. Do t'i shtypim, do t'i presim në copa të vogla. Po të duam janë të gatshme, po të duam ne i presim vetë me thik. Dhe unë jam gjithmonë që po të duam ne, në bazë të kohës që ne kemi. Për aq kohë të pakët që unë pata, shisa u zbutën. Imagjino të qëndrojnë gjatë gjithë natës. Tani, sa të do këtë proces, pra sa ne t'i presim bajamet në copsa, le të bëjmë shkëputjen e faleminderin e parë, ose më saktë mesazhin e parë të ofertës nga Prostaton, rikthehemi për të vazhduar recetën. Gati, i kemi coptuar një pjesë të bajameve për të shtuar masës së ëmbëlsirës tonë. I shohim pak i hëngri gjysmat. Jo, me thënë drejtë një copë çokoladë të zezë. E shijoj me kafe, por më rezervo ca bajame. 5 deri në 10 kokra në ditë janë shumë të mira. Dhe di që është më mirë të më mirë. Tani ekspertët, si që thonë, dark, mëngjes arra, darke, lunë bajame, ose e anasjeltas. Nëse çëndsi ka rëndësi ka që të marrim yndyrnat e tyra të mira, vlerat që ato kanë. Përbërësit e recetës, një ëmbëlsirë e shpejt me një seshte dhe me bajame. Pra ju duhet një seshte 350 gram, 300 gram sheqer, 1 litër ujë, 4 lugë gjalp të shkrirë, 80 ml vaj ulliri, 80 gram bajame të pjekura, dhe pjesa e sipërme do të përgatitet me 1 lugë një seshte, 2 lugë kos dhe 1 lugë çaj sheqer. I bashkoni, rihni, përzjeni mirë përbërësit dhe më pas ja shtroni në pjesën e sipërme pasi të jetë pjekur paksa. Tani e gjithë masa kalon në tepsi bashkë me bajamet.
Rati 350 grami seshte, 300 gram sheqer, po të doni ju e bëni pak më pak. Masa zë vënd në tepsi vetë, dhe vendosim si që është në furrë për të pjekur, në i furrë të parangrohur, si që dim gjithmonë në 200 gradë Celsius për të pjekur ëmbëlsirat tona. A, do t'ja shtosh tani këtë salcën, këtë pjesën... Okej, si që kisha një përshtypje që bëjmë, si që bëjmë atë pandis Spanjën që i shtojmë atë salcën sipër, por është tani momenti për t'ja shtruar në sipërfaqe përzierjen me kos, një seshte dhe sheqer për të ruajtur dhe ëmbëlsirët e duhur, por ajo duke qenë se mpikset, pjesa poshtë nuk është se është e rrezikshme për deportuar. E gjitha do të piqet derisa të marrë atë ngjyrën e kuqëremt, që i duhet një ëmbëlsire për të marrë formën dhe bukurinë, po edhe për ta shijuar, për ta kulluar dhe për ta shijuar më fund, se mezi po presim diçka të ëmbëlsot. Siç ndodh rrallë tek ne, por që edhe kur gatuajmë ëmbëlsira i referohemi tonave të traditës. Sheqer, tani do ta them pak më, siç është e kremi brule që kërkohet të karamelizohet ky sheqeri sipër që jep atë ngjyrën e bukur. Se ju pretenduat që ti ishte e verdha e vezës, që ose unë shtoj një veze. Dhe me këtë masë, normalisht, sheqeri sipër jep atë ngjyrën e duhur. Konsumojnë një copa të vogla. Edhe, mos më katoni shumë. Ah, më kati sa jo më lësh. Më kati të ëmbla. Si tha Shën Thomaj tha që të gjonë. Nëse unë dua, vërtet ta vërtetoj këtë gjë, do të vë gishtin mbi plagë. Dhe unë do të ha një copë tamam të duhur, që të kuptoj nëse më bën dëm apo jo. Dhe me mëkatin e ëmbël shkojnë jo në purgator, absolutisht jo. Tek furra. Në furrë, më keq. E pjekim në furrë dhe vim me recetën tjetër. Çfarë do na gatuash për drek një herë? Pa lek kjo është shumë. Një brek tigane. Një brek tigane, ja. Nga ato të shpejtit. Çfarë përmbaj byreku i tiganit? Spinaç djath. Pastaj lexoj vetë të gjitha të tjera. Për brumin edhe për mbushjen e kuptuam, spinaç me djath. Për brumin do të zgjedhim miellin për çdo përdorim, kam përshtypjen, 300 gram miell, një lugë çaj sot, një lugë çaj krip, 200 ml ujë, pra një gotë ujë të vakët, 2 lugë vaj ulliri, 300 gram spinaq dhe 100 gram djath. Pite tigani të mbushura me spinaq. Pitet e shpejta, të realizohen shumë shpejt. Nga mielli Atlas, do të zgjedhim ose mielin për çdo përdorim, ose mielin super. Fundit edhe mielli për pica, shumë mirë na shkon. Masën e miellit. Masë soda. Sod biokarbon. Karbonike. Kripa. E djathi shtoj pakës fare. Piper. Dhe pakës vaj. Faleminderit. Gjitha i largoj. Ka më duhet. E ujë në tuja ku e kam. Tu ku kam? Spinaqin, lar dhe pastruar. Me lëngun e bajameve. Lloj. Jo më kot. E ruajta. Shumë mirë. I ndërthurim nga njëra recetë tek tjetra, mos edhim asnjë gjë, qoftë edhe atë lëngun që ka kulluar nga që kanë lëshuar në fakt bajamet. Kemi ne miell bajame, po normalisht ne kemi miellin ton, Ola. Shtoj ujin e bajameve dhe jep një shije, normalisht ka dhe vlerat e veta. Mirë, vlerat patjetër, ose ne e tham, por bajamet, miellin e bajamet mund ta bëjmë shumë kollaj duke i grirë ato, apo jo, të thatë ajo të njoma. Patjetër. Dhe pastaj për të bërë ca biskota të shishme, i shtojmë dhe pak miell dhe pak gjalp. O nëse ne flasim për xhepin,
I shijojmë. Të bëjmë miell bajame që bie shumë. Gjë që s'po themi të bëjmë një sasi të madhe, Atëherë. por kur na shkon mendja për ato biskotat që vinë era gjalpëra bajame, ta copza bajamesh, Mos na hap koreksin tash edhe ti. një vezë dhe pak gjalpë dhe ja u bën, shpejt e shpejt. Dhe mbi të gjitha kemi oreks. Atëherë, bëra këtë përzierje, sepse me luk nuk i shkohet më. E punojmë Punojmë, dhe mua më duhet një miell oniki. Ta bëjmë siç duhet, duke e punuar brumin, duke lënë tiganin pak të nxehet, sepse brumin siç do ta punosh ta lësh dhe pak minuta, po ne kemi kohën e duhur për ta qetësuar pak brumin. Aty do të përgatisim edhe mbushjen me spinaqin dhe me djathit. Djathit kemi edhe shtuan pra vaj ulliri dhe pak piper, dhe rikthehemi pas publicitetit ta përfundojmë recetën, sepse edhe nëse e nisim nuk duam ta lëmë në mes që ju të mos e shihni çdo detaj të recetës. Rikthehemi pas reklamave. Mirë se erdhët. Vazhdojmë të gatuajmë, vazhdojmë të jemi në kuzhinë, e lam tek këto pitet e tiganit të mbushura me spinaqe dhe me djath, një recetë e thjeshtë e shpejtë, kemi zënë brumin dhe kemi lënë për minutat që u shkëputëm për reklama të pushoj, të qetësohet, në mënyrë që edhe rezultatin ta kemi siç duhet. Kam spinaqin e grirë. E shtoj pak sa në tigan, thjesht sa ta zbuz. E të shkoj shumë mirë dhe pak koper. Do të shkoj. Do t'i ribës të miri. Jep shumë aromë të mirë koperi, edhe kemi thënë që kombinohet shumë mirë me spinaqin. Gjitha shkon një lugë. Dhe djatin se dihet që spinaqi pak minuta duhet. Pak zvaj. Dhe që sa shishja, mirë, është edhe me mbylljen e duhur, a? Pra përveç se marrim vajin e mirë, përfitojmë edhe paketimin shishen e tillë të qelçit, që e kemi edhe shumë praktike në përdorim nga pema. Shtoj pjesën e djathit. Të djathit që kam shuar unë, kripa nuk më merr fare. Të është goxhakri. Brumit i kam shtuar pak, që mos të sundoj kripa. Në vërtet e lam detin, po nuk do sillim detin në ushqim. Po të duam ne, po të duam, po në shëllë një vezë, po të duam. Ajo është në të dëshirën tuaj. E përzije që mos ta pjek. Ja. Kaq më duhet. Kaq. Dhe e largoj. Sepse përcin që kam marrë tigani, unë jam në rregull. Dhe do të vendos direkt tiganin tjetër. Ku do t'i skuqim. Ja shikoj njërë, është qetësuar brumi, duket që nga butësia që ka. Ne punojmë prapë, do të ndajmë në kulaçka. Do përgatisim pitë, do t'i mbushim. Kthejmë ato anët, e pa dyshim tek tigani. Do të shtoj pakës vaj, oni këtë lutem edhe ato mimet aromatike këtu mua, do të shtoj edhe pakës fare. Pak ujë i mban, me ato avojt i mban të buta. Do i vendosë më pas. E ullë, nxehtësin. Ja kam një brum, elastik të mirë, jo ngjitës, por jo të fortë. Në fillim fare. Duket që kur prihet tek forma që merr edhe kur e shtyp
brumin, rimer formën e vetë, nuk qëndron gropëzat, merr atë formën, siç veprojmë tek lëkura jonë. Ja, shiko. Asnjëherë kur gatuajmë brumin, nëse ne e gatuajmë dhe direkt pra e përgatisim brumin dhe direkt e mbushim dhe pjekim, nuk kemi rezultatin e mirë. Duhet patjetër të qëndrojë, sikur 10 minuta. Të qetësohet nga gjitha ajo punë që është forca që është ushtruar, presioni, punimi që është mbi brum nga duart tona dhe aq më tepër tu kemi 2 kulaçka për një pite. Një poshtë, një larg, mbushja në mes. I hapi me një seshte, se edhe një seshtja kanë rolin e vetë, i mban të buta, kur ne hapim petët e holla. Ky është rezultati. Po ndrojmë pak vajin, se na duhet që ti përfundojmë një 2 tani, besoj. Do t'i konsumojmë. Një përfundojmë vetëm. Një vetëm për ty. Vetëm njërën për ty. Vetëm njërën do përfundojmë. Përgoj madhe. Po kemi dhe recetën tjetër, kështu që ketë drejt. Po, bëjmë një shembull dhe na ka mbetur brumi, kemi spinaqin, mbushjen. Sa për ta treguar për anvisat atë herën, do ta vësh në furrë. Mirë. Çfarë gatuam pastaj? Një supë me perime? Bëjmë një supë. Pra nisëm me një ëmbëlsirë, përgatitim pitet, mbusha me spinaqe djathtë dhe do kalojmë tek supa. Supa me perime, me shumë ngjyra, që nuk duhet të mungojë asnjëherë në tryezat tona. Shiko, pra hapja tani? Si bëhet hapja? Normalisht, anvisat e kuptojnë brumit çlodhur, pra. Që nga hapja. Nuk e mbushet të këtu. Tjetër mënyrë kjo. Prandaj dhe e largova. Kam. Normalisht, shumë mirë hapen ato. Po tjetë tavolina më pak të grizet është akoma edhe më mirë, sepse hapja e byrekut kërkon që të jetë në dru. Hapja e byrekut do astagacin më? Po dhe pa astagacin, astagacin kemi gjithë, po duhet të jetë ajo pjesa e rafshët e drurit, astagacin që thua ti, tavolina e madhe, dhe më thonë drejtën duhet të qikon. Më i thuaj, me ma të ankesat e tua. Që tek oklaja dhe tek astagacit, të gjitha kanë rolin e vetë në përgatitjen e byrekve. A do të byrek tradicional të mirë të shishëm, i do dhe elementët, aksesorët janë shumë të rëndësishme. Ja japim tani dhe dorën e fundit. Me dorë të fundit po është në 10 sekundë. Jeto se ka qëndruar bishti aty. Do të shtoj? Vështirësi, gjithë të vështirësi ke në kushinë. Rëndësi ka që spinaqi ka ruajtur ngjyrën. Nuk duhet ta gatuajmë shumë, sepse edhe pjesa tjetër do kalojë në pjekjen, skuqjen e piteve. Që të mbush anët. Opa, e kaloj. Jemi gjithmonë me atë formulën më shumë mbushje se sa brum. Ujnë, vajnë, sepse vetëm vaj nuk ka shans në petën e trash
që ta bëj është mbushja që ne kërkojmë. Opa, hajde këtu ti. E vendosim. Si që është kështu, vendoset edhe në pisop, si që është pashtu edhe në furë. Po në furë kemi ëmbëlsirën. Ti e vendos për të skuqur. Këto ishin pitet. Të mbushura me spinaq dhe djath. Pite tigani. Mirë, tani do kalojmë tek supa, vetëm pak minuta na kanë mbetur faktikisht, por ne do t'ju tregojmë se si o ta gatuajmë supën. Çfarë përmban ajo, e shohim së bashku në recetën e shkruar. Një supë e shpejt me mish pule dhe me perime të stinës. Na duhet një gjokë spule, një qep, 2 karota, 2 patate, 2 kunguj, një spec jeshil, një spec i kuq, një brokoli të vogël, një lugë gjelle miell, një tufë majdanos, 2 lugë gjalp, krip dhe piper. Të gjitha perimet që unë lexova, pasi janë larë dhe pastruar mirë, janë prerë dhe në copza të vogla, në kubik të vegjël, si që shihni. Tryeza taliera plot me perime me ngjyra. Niki vendosi një letër alumini dhe direkt e kalojmë në furrë. Në furrë. Për foton e së cilës ju do ta shihni patjetër edhe në YouTube-in tonë, sepse tani do të merremi pak me supën. Vaj. Tek vaj shtoj qepën direkt, pa u nxehur vaj, karotën, sikurse dhe patatet. Të gjitha t'i presim në kubik, nuk e kemi supë kremoze, po supë në të cilat duken perimet. Pra do jetë jo buljon, as e këtjellët, gjithë në formën e çorbës, pak më e trashë. Dhe mjafton që të ngrohen pak perimet. Pra kam pataten, brokolin në boce të vogla, spec i kuq, spec jeshil, normalisht. Kungullin e lëshoj në fund fare, sepse lëshon dhe ka lëngje vet. Do të shtoj masën e miellit. Niki, kam atë kosë në të lutem? O nëse s'kam kosë, më jep ujë, s'ka problem. Kemi në frigorifer kosë. Pra i përzijej. Shtoje dhe bëj një përzierje të lutem. Do të shtoj mas kripe, sepse nuk e kam mish, dhe mas piperi. I përzijej. Nuk shtoj vezë, absolutisht. Të mas ja shtojmë pasi të kenë zjerë perimet? Po. Kosin dhe pak miellë. Në kohë të vetë, e këre pak ujë të lutem, se nuk i kam bërë mësimet tamam në kohë. Më shto? Mirë, këti jepet ato ngjyrën e bukur dhe e lidh më mirë dhe pak më të plot. Masën e kungujve. Specat. Speci kuq. Speci jeshil është i domosdoshëm ngjyra e specave sepse kanë vlerat e veçanta. Një përzierje të mirë. Do të shtoj. Niki, janë ndaj pak të lutem boqet. Në copza më të vogla. Po. Gjithmonë brokoli në fund, sepse shumë pak minuta i duhen. 3 deri në 5 minuta për të zirë. Madje edhe kur e lëmë më shumë, se që merr një shije të tjetërsuar, dhe jo të gjithë e preferojnë, prandaj është më mirë që ta lëmë pak fare. Masën e ujit. E lëmë të zjej, merri dhe brokolin dhe ne du ta mbyllim tani hapësirën tonë të gatimit. Pjesën ja u rikujtuam që një supë ju duhet sot, me ngjyra dhe me vitamina. Të lumshin duart, na ndiqni për më tepër në kanalin tonë në YouTube. Recetat do të jenë dhe me foton të përfunduara. Sot nuk u po që ëmbëlsira sigurisht do t'i duhet koha e vet për t'u realizuar. Do të jenë aty bashkë me rrjetet tona sociale. Do të shkëputemi për pak, është flesh informativ, ritakohemi në bisedat tona me Altin Jokën. Faleminderit, shihemi nesër bashkë.
Në këtë hapësirë do të flasim për lythat. Ato janë një problem i vogël, duket një problem i vogël në lëkurë. Shpesher mund të quhet si një problem estetik nga shumica, por pa e ditur që pas tyre fshihen dhe probleme shëndetësore. Çfarë janë lythat, si shfaqen, çfarë tregojnë për shëndetin ton, a janë ngjitse apo jo, si mund të largohen, e të tjera si këto. Për pyetje të tjera që ju mund t'i shtroni në mendjen tuaj, ato dalin rreth qafës, në sqetulla, në zonat intime e të tjera, këtu tek kapakët e syve, por do të mësojmë diçka më shumë me Altin Jokën. Përshëndetje Altin. Ju përshëndes, ju uroj mëngjes si ju dhe gjithë atyre që po na ndjekin. Faleminderit. Faleminderit, ditë mbar edhe për ty. Kemi zgjedhur të flasim sot për këtë problemin që vjen ose që shfaqet pas lythave, pas asaj dukjes në lëkurë, janë të sipërfaqshme, që ne e konsiderojmë si një problem estetik, por kam përshtypjen se pas tyre fshihen dhe shumë probleme shëndetësore, apo jo, do të na i thoni ju. Si shfaqen lythat dhe ku dhe si e kanë hallin ato që shfaqen, pse dalin në lëkurë? Po, duhet të kenë shumë halla dhe xhaxhallar, si duket, sepse prandaj dhe shfaqen. Shumë e dojmë. Me siguri varet nga probleme dhe ku e kanë rënjën. Dhe unë e thash në formë humori, po thash ku e kanë rënjën, jo thash për hall. Atëherë në kuptimin mjekësor, lythat janë diparitje ose zgjatime të vogla benigne, nuk janë malinje patjetër, të lëkurës, të cilës shkaktohen në një pjesë dërmuese të tyre sipas shkencës mjekësore nga virusi i papilomës, pra nga papiloma virus, por një pjesë e tyre jo. Por në aspektin naturopatik, lythat nuk konsiderohen një infeksion viral, por një shprehje e çekuilibrimit të brendshëm të trupit tonë dhe të sistemit imunitar. Ato nuk janë sëmundje, prandaj janë simptoma, dhe në aspektin e përgjithshëm ne kuptojmë që sistemi imunitar është dekomprometuar dhe sidomos virusit si herpesi, Epstein-Barr dhe disa virus të tjerë brenda trupit tonë dhe një mikrobiom jo e mirë ka filluar të sjellë këto probleme. Ato shfaqen kur ne kemi një ngarkesë toksike. Nuk shfaqen asnjëherë lythat kur nuk kemi ngarkesë toksike. Kur kemi mëlçi të lodhur dhe kur kemi zorë të bllokuara. Në disa raste janë dhe mungesë e zinkut, sidomos kur dalin në kapakët e syve, kemi mungesë të zinkut dhe të vitaminës A, por dhe të selenit. Gjithashtu nuk kemi marrë nivele të acideve yndyrore të shëndetshme, siç është omega 3 dhe në deri diku omega 6 apo dhe omega 9. Në shumë qaste naturopatike, ne dim shumë mirë që në fillim fare duhet që të realizohet gjithë këto, duhet të thyet një mur mbrojtës në trupin tonë. Dhe duke u thyer në ky mur mbrojtës, atëherë fillohen sillen disa probleme, qoftë acideve, ndryshimit metabolike në trup, por qoftë edhe problemit të toksinave që u thash. Nga ana tjetër, kur në aspektin mjekësor ne i kurojmë ose i heqim ose i luftojmë, po themi, me anë të lazerit ose acidit, ato nuk duhet trajtojmë ashtu, sepse ne nuk kemi kuptuar pse ka ardhur ky sinjal nga sistemi imunitar. Kur ne fillojmë pastrimin dhe ekuilibrimin, ato fillojnë dhe veçërohen. Mua më ka ndodhur vetë, sepse dhe unë kam pasur, dhe kam ndodhur që më ka ikur gradualisht. Pra duhet ta themi këtë gjë. Ikin edhe vetë duke luftuar për brenda sistemin imunitar? Duke stabilizuar ekuilibrin nga brenda, gjithmonë nga brenda dhe nga jashtë nuk ke çfarë luftosh asgjë. Edhe sëmundjet e lëkurës vijnë nga brenda, nga jashtë është një sipërfaqe e vogël, thjesht për ta modifikuar, po kaq. Më shumë është pjesa nga brenda, çdo sëmundje shfaqet nga brenda. Ekzistojnë 100 lloj tipesh të papilomavirusit dhe në një pjesë të këtyre është dhe kjo që ne e themi. Por dy lloje kryesore, sepse dy llojet kryesore janë lythat viral, që thamë vijnë nga papilomavirusi, dhe tjetra janë lythat të cilët nuk vijnë, nuk janë viral, po janë një rritje e lëkurës që dalin shpesh tek qafa, dalin në sqetull kryesisht, dalin ndonjëherë edhe në këmbë, dhe ndonjëherë dalin tek pjesa e pjesës të syve. Te qepallave, po. Tani pse dalin? E para duhet të themi që është rezistenca ndaj insulinës. Do të tregojmë që kemi një çrregullim metabolik. Pra niveli i ngritjes lartë të sheqerit është nga shkaqet kryesore, sepse ne dim shumë mirë, insulina e lartë bën nxitjen e qelizave të lëkurës, dëmtimin e mikrobiomës tyre dhe indet e buta patjetër që do t'i deformon, pra ka krijuar një deformim, mbajtja e peshës e tjerë. Nga ana tjetër është fërkimi. Në këtë pjesën e qafës ne kemi pjesë të fërkimit, pra kemi më shumë fërkim. Te sqetulla kemi më shumë fërkim. Dhe patjetër nxitja e këtij fërkimi krijon një rigjenerim duke krijuar
këto rritje të buta të vogla dhe gradualisht ato shtohen. Tjetër është ngadalësimi i qarkullimit limfatik. Kur ne kemi një qarkullim të dobët të sistemit limfatik, grumbullohen toksina. Atëherë çfarë ndodh? Do fillojë një inflamacion i lëkurës, i cili do nxiti daljen e këtyre lythave, duke gëshëtuar edhe me nivelin e dobët ose nivelin e aciditetit në lëkurën tonë, që në mund të jetë rritur ose të në një korpurë dhe shtesë. Shtesë tjetër janë hormonet, sidomos hormonet mashkullore. Kur testosteroni është i ndryshueshëm, atëherë ku kemi një problem me testosteronin, rritet niveli i citokinave inflamatore dhe patjetër do sjellin lytha edhe në qafë edhe në sqetull. Nga ana tjetër janë kimikatët dhe irrituesit lokal. Deodorantët, këto parfumët, këto antidjersat që ne mund të përdorim. Një tjetër është niveli i stresit që ne e rrisim patjetër dhe predispozica gjenetike. Po parazitët a kanë lidhje me shfaqjen e lythave? Po edhe parazitët, sepse parazitët disbalancojnë, siç janë bakteret, disbalancojnë pjesën e mikrobiomës zorës dhe po ashtu edhe të përthithjes mineraleve kryesore që ata i përthithin dhe ne nuk i marrim. Atë që tashun siç është zinku, vitamina D3 që është shumë e rëndësishme, mangani apo dhe pjesët e omegës 3, omegës 6 apo acideve yndyrore të shëndetshme. Në përgjithësi në zonën e qafës dalin më tepër për arsye sepse lëkura në qafë ka shumë probleme hormonale, ka lidhje të receptorëve të hormonal. Dhe nga ana tjetër receptorët e insulinës dhe androgenët reflektohen më tepër krahasim me pjesë të tjerë të lëkurës. Pra kjo është një nga arsyet. E dyta, qafa është ajo pjesë e fërkimit, qethja, ruajtja, heqja, këmisha etj, pra jakat që ne kemi vendosur. Nga ana tjetër, qafa ka një qarkullim të ngadalt limfatik krahasim me pjesën tjetër. Ku kemi një qarkullim shumë të dëndur limfatik dhe ku kemi një qarkullim të dobët limfatik të ngadalt, më saktë, dobët të ngadalt, atëherë do shfaqet, pra rritja e toksinave është më e lartë, mbajtja e lëngjeve po ashtu është e pranishme, kjo ndikon në qelizat e lëkurës duke bërë që inflamacioni mikroskopik të krijojë këtë lloj problemi. Nga ana tjetër lëkura e qafës është edhe më e hollë dhe në reflektimin ndaj diellit, djersës, elementeve të tjerë irritues, patjetër që sjellin që qelizat bazale të epidermës të shumohen për të mbrojtur duke krijuar rritje të vogla gradualisht gjatë kohës e duke u rritur. Pra, epiderma po ruan sipërfaqen e lëkurës së vet dhe po jep një shenjë duke thënë që po krijojmë një inflamacion dhe duhet kemi kujdes nga gëshëtimi i diellit, i djersës, mungesa i vitaminave, prandaj dhe shpesh pas diellit ne mund të na dalë një gjë e tillë. Nga ana tjetër, kur na dalin të sqetullat, ne dimë që sqetulla është një lloj, mund të themi, laboratori limfatik. Ka shumë aktivitet të limfës. Dhe në momentin që ne djersitemi, në momentin që krijohet lagështirë, sepse të sqetulla gjithmonë kemi lagështirë, nuk kemi dritë dielli etj, ne nuk i kemi pastruar nivelin e toksinave të mirë, atëherë kjo lagështirë, kjo nxehtësi dhe receptorët e insulinës që ne thamë, hormonet që mblidhen bashkë etj, sepse do ndikojnë dhe këto, plus niveli i situatës gjendrave limfatike që duan të nxjerrin jashtë to toksina, do bëjnë që të nxjerrin jashtë toksinat në formën e këtij lloji. Tani aty ka toksina mjaftueshëm, edhe toksinat ose kimikatet që përdorim ne përmes parfumeve apo deodorantëve që kanë përmbajtje alumini, sigurisht që bëhen shkallë dhe burim jo vetëm për lythat, por edhe për jo vetëm alumini, kanë paraben, kanë ftalate, kanë aroma sintetike, kanë alkool. Gjërat më të dëmshme për lëkurën. Se s'është vetëm alumini. Alumini është një pjesë shumë e vogël. Jo, meqense kemi lidhur praninë e aluminit për shfaqjen e gjendrave kancerogjene dhe që Po ka shumë nga këto antidjersës që nuk kanë alumin. Dhe njerëzit i përdorin prapë, por nuk shohin që kanë paraben, nuk shohin që kanë alkool, nuk shohin që kanë ftalate, nuk shohin që kanë aroma sintetike. Edhe elemente të tjerë shtesë. Pra nuk është vetëm alumini, janë shumë elementë brapa. Pra mund të jetë pa alumin produkti, po ka këto elemente të tjerë dhe patjetër dhe kjo do ndikojë. Do ta irritojë lëkurën në sqetull sidomos apo edhe në qafë që hedhin këto parfumet se rreth qafës hedhin parfumet e tjerë. Dhe çfarë do bërë? Do rritet niveli i nxitjes qelizore për të kaluar tek pjesa e nxjerrjes së këtyre lythave që ne thamë. Madje edhe një studim tregon Altin që për të treguar praninë e toksinave poshtë sqetullave ose në praninë e tyre në trup, mjafton të shohësh poshtë sqetulla dhe nëse ato janë të ënjtura apo të fryra, tregon një prani të madhe të toksinave në to, në trup. Jo vetëm kjo. Aroma e djersës. Aroma e djersës
dhe marrja e mostrës së djersës dhe lagështira që ka kjo, për të shikuar sa nivel të lartë toksinash kemi. Jo vetëm kjo, por dhe tek pjesa midis dy kofshëve ku bashkohen organet gjinitale, janë dy pikat kryesore që ne mund të kuptojmë problemin e largimit toksinës nëpërmjet djersës të keqe apo djersës afër gjendrave limfatike që janë shumë të shpeshta te pjesa e sjetullave, nën sjetulla dhe te pjesa organeve afër gjinitale ku bashkohen dy kofshët ose këmbët e personit, për arsye sepse aty janë organet gjinitale dhe kuptojmë jashtëzakonisht shumë edhe në aspektin e hormoneve. Po, a mund të prapen lythat Altin për shembull përmes kontaktit, përdorimit të peshqirëve apo mjeteve të përbashkëta higjienike? Kur lythat vinë nga papilomavirusi, po, janë gjithse. Duhet ta kuptojmë, kur janë nga papilomavirusi, pra ku është virale, sepse është virus. Edhe patjetër që edhe pse është në pjesën e shtresës të sipërme të lëkurës, ato mund kalojnë te një person te tjetri. Edhe thjesht duke bërë kontakt, pra përmes lëkurës, përmes takimit, përmes fshirjes me peshqirin e tjetrit që kemi në shtëpi ose tjetër shtrëngimi duarve apo në këto ambiente sportive që zakonisht ne kemi nëpërmjet përqafimeve, patjetër që rritet nëpërmjet këtyre makinave dhe briskjeve të berberi, apo makinave trojës, gërshërve, po ngjitet. Në këto ambiente patjetër, sidomos në ambiente publike, në pishina, në dushe, në palestër, mbijeton më gjatë virusi, sepse ka nivele të larta të lagështisë dhe ka atmosferën e ri për të mbajtur gjallë për të rritur. Sepse duhet ditur mirë që pikërisht lagështira ruan gjithë integritetin e zhvillimit të tij. Në anën tjetër, jo çdo kontakt sjell këtë lloj problemi. Në qoftë se ne kemi këto lytha që na kanë dalë qafë, që ambeniet lëkurës që në ta më parë, këto janë arsye metabolike, insulina, fërkimi mbi pesha, ato problemet e tjera që unë thash më lart. Nuk ka lidhje me kontaktin. Pra që do të thotë, personat të cilët kanë lytha rreth qafës mund ta kontrollojnë veten, rreth parë duhet bëjnë një analizë, një kontroll për të kuptuar nga vjen, është virus apo është një insulinorezistencë apo ka parazit apo ka nivele të larta të toksinave në trup. Duhet të marrim shkaqet, a kanë problem hormonal, a kanë problem me glisemi në gjak ose me hemoglobinën në glukozuar, apo kemi probleme me mëlçirin, kemi probleme toksinash, a kemi një proteinë C reaktive të shtuar para nivel inflamacionit përgjithshëm, pra duhet bërë dhe disa analiza shtesë gjakut, por duhet kuptuar kush është shkaku. A është shkaku nga fërkimi, a është shkaku nga mbipesha, nga diamosja, nga stresi, nga alkooli, nga parazitët, pra duhet kuptojmë shkakun një. Pastaj duke ekuilibruar ato do fillojnë të ikin. Po, a ikin ato vetë? Duke i lënë pa i tatruar? Ikin. Po, në qoftë se ne fillojmë bëjmë ekuilibrimin në trupin ton, patjetër që ato ikin. Pra në qoftë se ne do heqim sheqerin, në qoftë se ne do heqim brumrat, në qoftë se ne do heqim nivelet e karbohidrateve të dëmshme në trupin ton, ato që ne nuk do marrim. Në rast se qelizat imunitare do forcohen, pra kryesisht limfocidet dhe qelizat vrasëse, pra qelizat T, që aktivizohen më shumë, ato fillojnë i shkatrojnë, zëvendësojnë me qelizat të reja dhe shumë e rëndësishme. Ato fillojnë thahen, tharja pra nuk rriten dhe zgjenerohen, duket, fillojnë erësohen pak dhe fillojnë bien vetë dhe fillojnë shkëputja duke kuptuar që tek rënja kanë filluar të shkëputen pa asnjë lloj ndërhyrje. Pra, trupi jon po i fshin vetë gjurmët e këtij elementi në qoftë se ne kemi një destabilitet në trupin tonë. Nga ana tjetër çfarë do kuptojmë? Do kuptojmë që trupi ka filluar të bjerë në një ekuilibër, ka filluar të bëjë një mbrojtje, pra është rivendosur mbrojtja e trupit tonë dhe patjetër që ato mund të zhduken gradualisht. Lëvizja më tepër, rregullimi i dietës, pastrimi, detoksifikimi i mëqyes dhe sidomos i limfës është një nga arsyet kryesore që ne mund të bëjmë në këtë rast. Po ashtu dhe mbajtja e higjienës patjetër për të zhdukur në mënyrën më të mirë të mundshme ose vetë po themi. Pastaj me metoda të tjera mund të ketë metoda shumë të tjera. Metoda sipërfaqësore të lëkurës për shembull, se po lexoj ajo soda, ajo uthull, ajo këto janë vepruese apo? Po. Atëre, lyerja me uthull është nga elementet më të mirë. Pas lyet me uthull mund të përdoret hudhra. Hudhra e shtypur, të lëshohet niveli i alicinës që aktivizohet pas një 10-15 minutash dhe të vendoset për të lyer të. Por, më e mira është kjo, unë do ju jap një kontur, pra po ju jap një panoramë. E para ushqyerja me indeks të ulët glicemik. Pa miell të bardhë, pa brumra, shmangjen e sheqerit, pjetë industriale, pjetë energjike. E dyta, konsumimi i boronicës çajit boronicës. Konsumimi i ushqimeve me nivele të larta zink, që nga frutat e detit, që nga farat, aroret, farat e kungullit e të tjerë. Që nga konsumimi i marrjes së vitaminës D3 pak më tepër.
sepse mungesa e vitaminës D3 e bën. Në rastin e kemi këto lytha, ne mund të marrim edhe një berberin. Berberina është nga elementet më të mirë për t'i hequr në mënyrë indirekte duke luftuar inflamacionin dhe duke ulur nivelin e insulinës, djeshmërinë e insulinës. Nga ana tjetër duhet pi një çaj detoksifikues, siç është o hithra, o lule radhiqja, ose gjethet e ullirit. Madje edhe spërkatja me gjethet e ullirit. Pra, shtypja e gjethteve të ullirit dhe bërja e lythave kanë treguar që kanë dhënë rezultate. Jo sot, po flasim këtu e qindra vite para që është bërë. Her pas here agjërime. Çdo ditë aktivitet i qarkullimit limfatik dhe si bëhet kjo? O nëpërmjet masazheve, o përmjet oksigjenimit të lëkurës dhe nëpërmjet aktivitetit fizik. Në anë tjetër, kujdesi lokal që ti them mund bëjmë këtë. Marrim një lug çaj të madhe me vaj kokosi, 2 pika vaj rigoni dhe 2-3 pika vaj tea oil, tea tree oil ose vaj në temës çaj. Po, që është kanë të tëre ato, sidomos to që kanë efekt antibakterial dhe antiinflamator. Uthulla patjetër që ndihmon që të thahen gradualisht, duke u përdorur për dy jo lythat, po edhe këto që janë për gishta dhe në duar, gradualisht fillojnë të ikin. Madje edhe nishanet, gradualisht me uthullën e mos të mirë, jo me nivele të larta aciditeti. Heqja e deodorantëve pastaj që është shumë e rëndësishme, mbajtja e zorës pastër, përdorimi sidomos i çajit të fruteve të shtokut, përdorimi i një bime që është astragalus, që rrisin rezistencën ndaj viruseve nëse na vijnë nga viruset. Përdorimi i sodës së bukës i përzdier me vajin e ricimit. Është një nga kombinimet më të mira që është përdorur në naturopatinë amerikane, me kalimin e kohës ka dhënë mbi 80-90% rezultat. Përdorimi i disa kërpurdhave medicinale dhe kërpurdhave të gatuara në shtëpi. Nga ana tjetër mund të përzierim uthullën e mollës me hudhrën. Pra marrim në një fixhan, po themi disa pika, në një fixhan kafeje, gjysmë fixhan kafeje, 40 pikë hudhër ose ekstraktin e pikave të hudhës, nuk ka rëndësi, e aplikojmë që ndro 10-15 minuta në mbrëmje. Duhet mbajtur më në mbrëmje. Po ashtu dhe vajin e rigoni që unë thash, apo këto vajin tjetër, dhe një tjetër është përzierja e vajit kokosit me limonin, që është një nga disinfektuesit më të mirë që këto mund ta bëjmë paradite në mëngjes. Vajin e kokosit e zbut dhe ushqen lëkurën. Limoni ka acidifikim të lëkura dhe disinfekton pikën e zorës. Përzierja e tyre është një mjet delikat dhe shumë balancues për të rregulluar problemet e lythave. Kjo është një e re që është bërë, është një formulë e re që kanë nxjerrë këto kohë të fundit, por të parat janë ato. Pra mund të hiqet në mënyrë natyrale, por ushqimi është shumë thelbësor dhe duke u kombinuar të gjitha, do fillojë të sjellë një ekuilibrim në trup. Është e vërtetë që është një lyth mëm dhe pasi të tjerat janë bija. Ka një probabilitet që është një gjë e tillë. Ka një probabilitet të cilët kanë një shpërndarje, ka. Por pra është një teori e cila nuk është bazuar 100% e fortë, por është një teori që ka sjell, domethënë, kur është vepruar mbi hiqjen e asaj pjesës kryesore ose në vendin kryesor që ka menduar që ka më të madh, edhe te nishanet që janë të tilla, atëherë pjesa tjetër dhe mund të kenë rënë, por jo gjithmonë. Pra, prapë mund të themi që nuk është shumë e mbështetur, por është një teori që duhet ndjekur. Qartë. Mirë, besoj ishte mjaftueshme hapësira për trajtimin e lythave dhe kuptuam se cilat janë ato. Aq më tepër kur bëhet fjalë për një virus apo për problemet që fshihen, që janë të fshehura dhe ne nuk i dimë dhe i tregojmë pikërisht këto zgjatime të lëkurës benigne, siç ju e përmendët, për të bërë kontrollet e duhura dhe rreth parë për të zbuluar shkakun, të trajtojmë shkakun dhe pastaj pasojat. Pra lythat janë thjesht pasojë, nuk janë një shkak i vërtet. Ne do të shkëputemi Altin për pak minuta publicitet dhe do të rikthehemi për të folur për një erëz që është shumë e vogël, por ka një super fuqi në shëndetin tonë. Bëhet fjalë për karafilin. Nga aroma e freskët e gojës, nga aroma e mirë dhe shijeve që na jep gatimeve, tek problemet të caktuara të gjendjeve shëndetësore. Si ta përdorim karafilin për shëndetin tonë? Pas publicitetit rikthehemi përsëri. Karafili nuk është vetëm një përbërës i këndshëm, aromatik dhe i shijshëm i kuzhinës tonë, por është me të vërtetë një ilaç natyral për shëndetin, për cilat gjendje na shërben dhe disa receta do t'i mësojmë tani në këtë bisedë të dytë me Altin Jokën. Altin, përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje edhe juve. Karafili, ashtu si shtat ju, apo keni një pyetje? Bëni pyetje më mirë se ndoshta po lëm para, po më që më kujtua. Jo, më vazhdoj. Karafili është një ilaç për shëndetin. Karafili, në opinionin tim, është diamanti natyrës që pastron, rigjeneron dhe kthen energjinë jetësore.
është produkti që ka nivelin më të lartë të antioksidantëve nga gjithë erzat. 290.000 dhe në 300.000 nivel të antioksidantëve në tabelën e ORAC, që është kalon brapa kanellën me 130 është kanella, diku shafrani është 120, origoni është 170, rozmarina është 160, etj. Boronica është diku 10.000 njësi e malit dhe 4.500-5.000 boronica normale, pra ka nivele të larta të antioksidantë. Mjekësi natyrore, karafili nuk është thjesht një erëz ashtu si thatju, por është një mbrojtës edhe për trupin, edhe për qetësimin e shpirtit, dhe është një antiseptik, është një pastrues si thash i gjakut, një stimulus i qarkullimit të tij dhe i forcës energjisë. Dhe jo më kot, edhe në mjekësinë moderne, eugenoli, pra pjesa kryesore e karafilit, si molekull është përdorur për problemin e qetësimit të dhimbjeve të dhëmbit duke u bërë dhe ilaçe. Faktikisht në përbërjen e tij, karafili ka diku 70 deri në 90% ka eugenol, është përbërësi kryesor i vajt esencial të karafilit, që është vërtet një fenol natyral me fuqi të jashtëzakonshme antibakteriale, antifugale, antivirale. Duke shkatruar dhe aspektin e qelizave bakteriale dhe pashtu duke shkaktuar vdekjen e tyre. Ne kemi studime të tepërta për të që eugenoli, për shembull në 2017 në gazetën e mikrobiologjisë kemi parë që përdorimi i eugenolit nga karafili është një nga vrasësit e shiakolit, apo i 4-5 baktereve tjera më tepër se sa mund t'i vlisnin ndoshta dhe ilaçet. Nga ana tjetër, karafili ka beta-kariofilen, e cila është një lëndë, ose më saktë një element natyror në karafil, që është një modulator i sistemit endokannabinoid. Çfarë është sistemi kannabinoid? Është një nga sistemet më të zgjuara dhe inteligjente në trupin tonë, sistemi i brendshëm, që bën një rregullim të ekuilibrimit të qelizave. E mban trupin gjithmonë në gjendje të homeostazës dhe në ekuilibër dhe qetëson inflamacionin, ul stresin, modulon imunitetin ku ka probleme, ndihmon gjumin, oreksin, problemet me dhimbjet e kyçeve, dhimbjet në përgjithësi, humorin, nivelin e energjisë, është ky lloj sistemi, pra endokannabinoid, i cili ndikohet nga niveli i beta-kariofilenit që ka karafili. Nga ana tjetër, duhet kuptojmë që karafili ka dhe acetil eugenolin, ka vanilinën, ka taninat dhe ka flavonoide të mira. Të gjitha këto janë antioksidant dhe janë antitumorial dhe ndihmojnë përsërimin e shpejtë si në aspektin qelizor, qoftë në aspektet e tjera të sëmundjeve inflamatore që ne mund të kemi. Nga ana tjetër ne dimë mirë që pjesa kryesore e eugenolit shkakton mukozën e baktereve bazë, të cilët janë të papërshkrueshme ndoshta edhe nga antibiotikut. Dhe nga ana tjetër bën dhe bllokimin e prodhimit enzimatik që bakteret e shënë. Sepse nga këto enzima që marrin këto baktere rrisin nivelin e energjisë tyre për të shumuar. Dhe është karafili i cili bën ndalimin e tyre duke bërë dhe sintezën e ADN-s, duke ndaluar dhe shumëzimin e këtyre qelizave. Nga ana tjetër, antivirali i tij në 2021 në një nga gazetat kryesore tek hepatiti është parë që ka luftuar madje edhe problemet e Covidit edhe të sëmundjeve inflamatore apo sëmundjeve të gripit, kur është përdorur kaq. Jo më kot të parë tanë mbani nga ngosh karafilin në gojë, vetëm për aromën dhe për pastërtinë e dhimbjen e dhëmbit, por duhet të dini diçka më tepër, ose nga eksperjenca e tyre, nga praktika, nga mençuria. Në mëngjes, sidomos në mëngjes, kur trupi është në fazën e pastrimit dhe të detoksifikimit, sepse ka kaluar nga darka dhe ai është akoma në atë fazë, veshka, zora dhe të tjerat, sepse kanë punuar gjatë gjithë natës për të nxjerrë toksinat. Në këtë moment, në momentin që ne do marrim një karafil, stimulatori ose stimulisi i prodhimit të lëngjeve gastrite dhe enzimave strece rritet nga marrja e karafilit në gojë. Është shumë e rëndësishme. Më e rëndësishme se ndoshta pirja, si thonë njerëzit, pi ujë me karafil unë etj. Kur merret me ujë të ngrohtë, pra në formën e çajit, ai bën dhe zbrazje të zorës shumë të mirë dhe në ana tjetër bën dhe parandalimin e fryrjeve dhe gazrave, sidomos pas vaktit të mëngjesit. Nëse konsumojmë mëngjes, e mira është që sikur një fixhan kafeje të konsumojmë me çajin e karafilit, do jetë nga më të mirat. Por midis tjerave, duke përdorur her pas here dhe edhe vajrat, po edhe përdorimi i shpeshtë i tij, qetëson problemet e dhimbjeve menstruale. Madje në disa kultura thonë që është më i shëndetshëm edhe më i fortë se sa sherebela, që kemi probleme me dhimbjet menstruale, problemet e dhimbjeve të kyçeve, të muskujve, problemet që kemi problemet e kyçeve të muskujve që kanë gratë, sidomos në kohën e menopauzës.
po nga ana tjetër ne dim që rrit edhe sintezën e testosteronit për problemet e lythave që tham, por edhe problemin e fuqisë dhe potenciale apo edhe për rritjen elementeve të tjerë, se testosteroni kemi folur nuk është vetëm për të, rrit qarkullimin e nivelit të gjakut, por është shumë gjë e mirë. Po mirë, mund të tregojmë mund të themi disa receta ku të kenë gozhdët e karafilit, përveç atyre të kuzhinës, se ne kemi përdorur shpesh si erës, si plure, me radhë. Për shembull, më e thjeshta është mbajtja e një gozhde në qarkullim në përgojë, dhe më pas atë dhe e konsumojmë apo jo? Jo vetëm për të përfituar ato aromë. Derisa të djegë. Që të lëshohet beta kariofileri që është baza kryesore dhe flavonoidet. Që të arrisin qarkullimin e gjakut dhe duke kaluar në nivelin enzimatik, duke rregulluar edhe problemin e kërpurdhrave në gjuhën tonë, por dhe nivelin e prodhimit enzimatik, edhe për ta, po gjithashtu edhe për të rregulluar disa probleme edhe me dopaminën, sepse shumë e ngjashme me dopaminën duke influencuar karafili. Kjo është shumë e gjatë. Përveç prodhimit të oksigjenimit në inde, sepse shumë e mirë dhe sidomos për prodhimet, sidomos për organet riprodhuese, sepse ai shton testosteronin është shumë efektiv në drejtim të problemeve edhe seksuale, mos e harrojmë. Rrit nivelin e fluksit të gjakut sepse ç'a bën? Rrit nivelin e oksidit nitrik. Oksidi nitrik është nga bazat kryesore. Rrit nivelin e testosteronit tek meshkujt dhe patjetër do rregullojë edhe cilësinë e spermës apo lëvizshmërinë e saj. Nga ana tjetër, rrit nivelin e ndjeshmërisë seksuale tek femrat, nëse konsumohet në një kohë të gjatë gjithmonë, po gjithashtu ul edhe lodhjet mendore. Rrit edhe në nivel të butë dopaminë dhe serotoninën. Të gjitha janë shumë ndikuese në këtë drejtim për ta modifikuar dhe rregulluar këtë drejtim. Për të gjitha këto probleme që ne tham. Ndërsa nëse ju në aspektin i mbajtjes karafilit që është i parë, po mos harrojmë që duke mbajtur në gojë, niveli esencial i karafilit nga 70-90% shkon diku te 15%. Mbajtja e lëndës, tipa eugenoli e të tjera, vanilina, taninat që marrim, nuk i marrim tamam, po i marrim. Kur ne marrim eugenolin, kur marrim këtë karafilin, ne pastrojmë dhe mishat e dhëmbëve, se është antiseptik i mirë, ul nivelin e baktereve, por ul edhe prishin e dhëmbëve. Mos e harrojmë këtë gjë, qetëson dhe inflamacionin. Është nga më të mirat, nuk ka qindrakizëm më të mirë se sa karafili. Përveç streptokokut edhe elementeve të tjerë që ne kemi që tham, freskon frymën në mënyrë të mirë, thash më mirë se sa qindrakizi dhe çdo element tjetër, neutralizon aromat e stomakut. Edhe i qetëson këtë aroma, e mban më të pastër, helatozën duke eliminuar dhe e rregulluar këtë problem. Nga ana tjetër ngroh trupin, sidomos në dimër. Kur ne mbajmë në dimër, ai na ngroh trupin. E bën trupin më të zgjuar, të aktivitohet më shumë dhe ta bëjmë me një përqendrim më të lartë, sidomos në dimër. Kjo nuk do të thotë që duhet përdorur në verë, se është shumë mirë. Ul nivelin e ankthit, problemet në stomak etj. Tani çfarë si mund ta përdorim recetë? E para një është uji karafilit me limon dhe me mjaltë. Uji karafilit, duke i lënë tër natën, nuk marrim në një vlerë të jashtëzakonshme, por kjo është për njerëzit që kanë pak probleme në stomak dhe nuk e durojnë dot. Duke përzier pak mjaltin në ujë të vakët, më pas e hedhim këtë karafilin, pa 3-4 kokra karafil, se jo më shumë, është shumë i mirë për sistemin imunitar, për një pastrim të lehtë të zorës, gjithmonë, kaq mund të bëj ai, dhe ndoshta edhe për balancimin e pH-it të trupit. Për problemin e gazrave që mund të kemi, ose tretjen ngadalë që ne kemi, duhet përdorim xhinxherin, karafilin dhe kanellën. Përsëri 3-4 copa karafil, një copë xhinxher të grirë, duke u zier fillimisht të dyja bashkë, duke shtuar pastaj në fund fare edhe një shkop kanellë të hollë. Nëse është nga ato kanellë të trasha, duhet shtuar që në fillim. Zihet diku në 300 ml ujë, po themi një 8-10 minuta dhe pihet, po jo i nxehtë gjithmonë. Largon gazrat, ul nivelin e aciditetit edhe në stomak. Ku kemi probleme me kohën që jemi tani gripin, infeksionet respiratore, fytin, po themi, gëshetimi i mjaltit, karafil dhe limon. Që do të thotë shtrydhja e limonit, marrja e karafilit nga pjesa e esencës së çajit, që duhet të zier shumë pak, që do të thotë nuk do ta ziem si një çaj normal, por me gjysmën e reduktimit të ujit për të marrë një esencë më të lartë, ose ndoshta edhe pika karafili nëse është i pastër, i përzier me mjaltë. Kjo është nga më të mira për problemet respiratore, edhe për përthithjen e vajit të karafilit. Për problemet e mëlçisë është nga më të mirët kur grihet, përzihet me mjaltë dhe përzihet me pjesët e disa frutave të thata dhe me frutat e pyllit. Për problemet e mëlçisë, për probleme hepatiti etj. Për lodhje dhe për mungesë të fokusit, nuk kemi fokus, jemi të lodhur, kemi problem. Zirja një degë rozmarin të thatë, zirja një gjysmë lëkure limoni dhe 2-3 copë karafil të zira që mund ta përgatisim. I hedhim mjalt ose jo sipas dëshirës, është shumë e rëndësishme. Për qarkullimin e gjakut, edhe për problemet e energjisë, edhe
të marrëdhënieve seksuale, por dhe qarkullimin e gjahut, nëse kemi një problem me ftohtësinë e këmbëve, problemet me aneminë e tjerë, mund të përdorim pjesën e karafilit me xhinxherin, me një lugë mjalt, por duhet të hedhim edhe pak spec pikant. Prandaj pak spec pikant të thatë për ta rregulluar të gjithë këtë lloj problemi. Për parazitët, duhet përzier me çajin e pelinës, dhe me çajin e mentes, dhe me lëkurët e arave, dhe po ashtu po të ketë mundësi edhe me një copë të vogël të lëkurës së shegës. Dhe hidhen 4-5 copa karafil dhe përdoret. Pra pasi zihet, qetëson dhe zorët, ku kemi ndonjë problem në zorë, ose ul dhe fermentimin e tepruar, ku kemi një fermentim tepruar në nivelin enzimatik, por qetëson dhe problemet e dhimbjeve abdominale, ku duam të kemë probleme me aknet e lëkurën. Patjetër do zgjim karafilin, do ta kullojmë, do të marrim petalet e trëndafilit ose ujin e trëndafilit që do të përdorim, ose mund të marrim aloe verën dhe do ta aplikojmë me pambuk 1-2-3 herë në ditë për problemin e akneve, duke hedhur ndoshta edhe pak vitamin E kapsul, duke e qarë dhe duke përzier bashkë për të pastruar dhe porën, poret, edhe për të modifikuar, rregulluar yndyrën, po është antiinflamator dhe antibakterial shumë i fuqishëm. Në rast se kemi vjem në darkë për gjumin. Për gjumin është shumë i mirë karafili i përzier me kamomilin dhe me livandon. Nëse do hedhim livando dhe karafil të përzier, pra gjysmë lugë çaj livando, do hedhim të kjo pjesë, 1 lugë çaj kamomil të plot dhe 2 copa karafil. Duhen zier, po ato nuk zihen, kamomili nuk zihet dhe livando zihen shumë pak për çastin e fundit ku jetu i ngrohtë. Karafili zihet. Kjo ul ankthim edhe ndihmon patjetër në problemet nervore dhe të gjumit. Pra që duhet ta kuptojmë. Mos harrojmë gjë që në aspekti tjetër është një pije që është përdorur në shekuj, verë, pa alkool, është e mira, ose edhe me alkool, desa të alkooli, zihet me lëkurën e portokallit, me karafil dhe me barbaroz. Barbaroz është një bim, nuk e di nëse e dini, se ne nga gjirokasta e përdorim shumë. Po e përdorim për glikot? Po, barbaroz, ç'a bën? Duhet konsumuar, kjo është mund të jetë një mjetet më të mira, sidomos i pijet i ftohtë në verë, kjo bëhet e trash në formë likeri, duke u zirë me orë të tëra. Pra dhe karafili, dhe vera, dhe mjalti, dhe barbaroza, dhe kjo mund ta bëjmë në dimër, kjo ngroh trupin. Ku ne marrim e ngrohim pak, është dhe një pije këndshme për dimër. Dhe ritoksigjenimin, po forcon zemrën shumë, sepse ka nivele të resveratolit, dhe duhet dim mirë, në nivelin sinergjik, gëshetimi i resveratolit me eugenol dhe me kanellën ndihmon në të gjakut. Në ana tjetër është një pastrues i organizmit, është antibakterial dhe antiviral. Në ana tjetër qetëson sistemin imunitar, po ndihmon dhe tretjen, dhe rrit nivelin e energjisë seksuale sepse jep një relaksim emocional, muskulor dhe po ashtu ndihmon në rritjen e pjesëve të dopaminës që thithet pak më mirë. Kjo që ne mund të përdorim shumë receta tjera. Përveç tyre ne mund ta gatuajmë edhe në gatimet e përditshme që ne mund të e përdorim patjetër në gatime, në ëmbëlsira, në gatime në çajra e me radhë. Faleminderit Altin, besoj se ishin të mjaftueshme dhe jo më kot zgjodhëm gozhët e karafilit si një nga erzat më të këndshme të kuzhinës. Po doni ju theni diçka të tjera, por ju e dini, por mos e shumë. Gjatë pa herë tjetër besoj. Na kanë mbaruar minutat për sot, kështu që ne të falenderojmë edhe për këshillat që përcollëm. Të urojmë ditë të mbarë. Faleminderit shumë. Faleminderit të gjithë publikut që na kanë ndjekur. Kalofshi mirë, shihemi nesër me Reze Dielli.